Heshtja e natës shpesh mbyt zhurmën e ambicies. Por për ata që din të lexojnë gjuhën e heshtur të universit, qielli i këtij muaji po bërtet. Nuk bëhet fjalë thjesht për lëvizje rutinë të planeteve, apo për parashikime të mjegullta që i gjen në fund të një gazete të vjetër. Ky është një rreshtim që ndodh një herë në dekadë. Një kryqëzim i artë që po përgatit terrenin për një rrotullim drastik të fatit financiar. Pyetja që qëndron pezull në ajër, e rëndë si ari dhe mpres si thika, është: kush do të bëhet milioner brenda 30 ditësh? Yjet zbulojnë 3 shenjat e zodiakut që nuk do të kenë thjesht fat, por do të jenë magnete të gjalla për rritjen eksponenciale të kapitalit. Përpara se të hyjmë në emrat konkret, duhet të kuptojmë mekanikën e këtij transformimi. Pasuria nuk vjen kurrë si një rufe në qiell të hapur pa një strukturë paraprake energjetike. Gjatë këtij cikli 30 ditor, Jupiteri, planeti i zgjerimit dhe bollëkut, po formon një kënd specifik me Plutonin, i cili përfaqëson fuqinë e fshehur dhe transformimin rrënjësor. Ky kënd nuk kërkon punë të vështirë në kuptimin tradicional. Ai kërkon guxim strategjik. Shumë njerëz besojnë se të bëhesh i pasur është një proces i ngadalë, një ngjitje e mundimshme shkallë pas shkallë, por historia dhe astrologjia financiare na tregojnë të kundërtën. Pasuria e madhe krijohet në shpërthime të shkurtra kohore kur përgatitja takon mundësinë kozmike. Ky muaj është ai shpërthim. Energjia e parë, zgjimi i instinktit. Në ditët e para të këtij cikli, do të vëreni një ndryshim në atmosferë. Nuk është thjesht intuit. Është një rritje e frekuencës së manifestimit. Shenjat që janë përzgjedhur nga ky rreshtim do të ndjejnë një lloj shqetësimi produktiv. Gjumi do të jetë më i pakët, jo nga stresi, por nga një tepricë adrenaline që vjen nga idetë që fillojnë të marrin formë. Për këto 3 shenja, 30 ditët e ardhshme do të ndahen në 3 faza kritike. Faza e pastrimit, ditët 1-10, ku pengesat e vjetra financiare dhe borxhet karmike do të fshihen për t'i hapur rrugë rrjedhës së re. Faza e shkëndijës, ditët 11-20, shfaqja e një kontrate, një investimi ose një ide geniale që ka potencialin të shumohet me 100 fish. Faza e korjes, ditët 21-30, materializimi i shifrave në llogari dhe konsolidimi i statusit të ri. Analiza e terrenit kozmik. Nëse shohim lëvizjet e Saturnit, mësuesit të disiplinës, kuptojmë se ai po lëshon dorën mbi këto 3 shenja specifike. Ai po thotë: keni vuajtur mjaft, keni mësuar leksionet, tani është koha të administroni perandorinë. Kjo nuk është pasuri për të shpenzuar brenda natës në luks të kotë, por pasuri që ndryshon rrjedhën e jetës së një familje për breza të tërë. Mendoni për momentin kur një dig qahet. Uji nuk rrjedh me pika. Ai vërshon me një forcë që asgjë nuk mund ta ndalë. Kështu do të jetë rrjedha e parave për këto shenja. Ndryshimi do të fillojë nga një telefonat e papritur, një email që duke i parëndësishëm, ose një takim i rastësishëm në një ambient ku nuk kishit planifikuar të ishit. Mjegulla e pasigurisë fillon të shpërndahet rreth ditës së tretë të këtij cikli 30 ditor. Për shenjën e parë që udhëheq këtë marshim drejt miliona eurove, universi ka përgatitur një skenë që ngjan me një film hollywoodian, por me një bilanc bankar shumë real. Kjo shenjë, e njohur për aftësinë e saj për të parë përtej sipërfaqes dhe për të duruar aty ku të tjerë dorëzohen, është Akrepi. Akrepi, strategu i heshtur i pasurisë. Akrepët nuk bëhen milioner rastësisht. Për ta, paraja nuk është thjesht letër apo numra në një ekran. Paraja është fuqi, liri dhe mbrojtje. Gjatë 10 ditëshit të parë, Plutoni, planeti juaj udhëheqës, pozicionohet në një mënyrë që detyron çdo strukturë të vjetër financiare të shkatërohet për të rindërtuar nga e para. Nëse keni pasur borxhe që ju kanë mbajtur zgjuar natën, ose investime që dukeshin të vdekura, përgatituni. Ky është momenti i ringjalljes. Një burim i harruar të rash, një trashëgimi që ishte bllokuar në procese burokratike, ose një ide që e keni skicuar në një pecet para 2 vitesh, papritur merr një vlerë të jashtëzakonshme. Sekreti i Akrepit për këto 30 ditë është fshehtësia. Mos tregoni planet tuaja. Mos postoni fitoret e vogla në rrjetet sociale. Çdo fjalë që nxirrni jashtë rrethit tuaj të ngushtë është energji që largohet nga llogaria juaj bankare. Milioneri i ri Akrep po lind në heshtje, në zyra me drita të fikura dhe në biseda private që ndodhin pas mesnate. Shenja e dytë. Arkitekti i mundësive të arta. Ndërsa Akrepi po gërmon në thellësi, shenja e dytë po ndërton në lartësi.
Bëhet fjalë për demin. Si një shenjë e tokës, demi ka një lidhje të lindur me vlerën materiale. Por këtë herë nuk bëhet fjalë për të kursyer qindarka. Jupiteri, mbreti i madh i fatit, po qëndron në shtëpinë tuaj të dytë, atë të financave personale, duke krijuar një efekt shumë fishimi. Për demin, këto 30 ditë do të jenë si të luash në një fushë ku çdo top që prekni kthehet në gol. Megjithatë, ka një kusht, duhet të lini rehatinë e asaj që dini. Pasuria e madhe nuk vjen nga rroga mujore, por nga zotërimi i aseteve. Gjatë javës së dytë, një mundësi në pasuri të paluajtshme, në tregje digjitale ose në një partneritet biznesi me dik nga jashtë shtetit, do të trokas në derë. Demit i duhet të kapërcej frikën e tij natyrale nga rreziku. Yjet thonë, nëse nuk investon tani, po humbet dekadën. Ky nuk është momenti për të qenë konservator, është momenti për të qenë vizionar. Brenda ditës së 15-të, do të shihni shenjat e para të një fluksi që nuk ngjan me asgjë që keni parë më parë. Shifrat do të kenë më shumë zero se sa jeni mësuar të numëroni. Shenja e tretë. Vizionari i shpejtësisë së dritës. Dhe së fundi, shenja që do të thyej çdo rekord shpejtësie në këtë garë 30 ditore është ujori. Ndryshe nga dy të parët, ujori nuk do të gjej pasuri në forma tradicionale. Për ju, milionat vijnë nga teknologjia, inovacioni dhe aftësia për të parë të ardhmen përpara se ajo të ndodhë. Ujorët po hyjnë në një fazë ku intuita e tyre funksionon si një algoritëm i përsosur financiar. Ju do të blini kur të tjerët shesin, dhe do të shisni kur të tjerët janë të dehur nga euforia. Gjatë javës së tretë të këtij muaji, një projekt që lidhet me komunikimin masiv ose inteligjencën artificiale do t'ju sjellë një fitim të papritur, indfall. Për ujorin, sfida do të jetë mbajtja e këmbëve në tokë. Kur shifrat të rriten në mënyrë marramendse, do të tentoni të fluturoni në projekte të reja utopike. Yjet ju këshillojnë, fiksoni fitimin. Kthejeni pasurinë virtuale në pasuri fizike. Ky 30 ditor është porta juaj drejt elitës globale. Dinamika e përbashkët. 30 ditët që ndryshojnë historinë. Pavarësisht nëse jeni akrep, dem apo ujor, ekziston një fije përbashkët që lidh fatin tuaj këtë muaj. Veprimi i shpejtë. Kozmosi po lëviz me një ritëm që nuk lejon hezitim. Nëse një mundësi paraqitet në orën 9:00, ajo mund të zhduket deri në orën 12:00. Milioneri i arshëm nuk është ai që pret që yjet të bëjnë gjithë punën, por ai që merr mjetet që yjet i ofrojnë dhe fillon të gërmojë. Ky muaj do të karakterizohet nga një seri sinkronicitetesh. Numra që përsëriten, emra që ju shfaqen kudo dhe një ndjesje e fortë në stomak që ju thot tani. Përpara se këto shifra të nisin të shfaqen në llogaritë bankare, universi kërkon një lloj takse energjetike. Gatishmërinë për të vepruar në momentin kur frika është në kulmin e saj. Ky cikël 30 ditor nuk është një shëtitje e qetë, por një garë me pengesa ku çmimi në fund është liria totale financiare. Për akrepin, demin dhe ujorin, rruga drejt miliona eurove kalon përmes disa portave të fatit që hapen vetëm në orë të caktuara. Ritualet e përshpejtimit. Thirrja e bollëkut. Nuk mjafton vetëm të presësh që yjet të rreshtohen. Duhet të krijosh një emë mjaftueshëm të madhe për ta mbajtur atë pasuri. Në astrologjinë e lashtë financiare, ekzistojnë veprime simbolike që shërbejnë si antena për të kapur valët e Jupiterit. Për demin, rituali lidhet me elementin tokë. Gjatë javës së dytë, ju duhet të stabilizoni energjinë tuaj. Mbajtja e një simboli të vjetër të pasurisë, qoftë kjo një monedhë ari apo një gurcitrini, në vendin ku punoni do të shërbejë si një spirancë. Ju duhet të ndjeni peshën e parave përpara se t'i keni ato. Çdo mëngjes vizualizoni jo blerjet që do të bëni, por sigurinë që ato para do t'i sjellin familjes suaj. Kjo ndjenjë sigurie është ajo që magnetizon mundësitë e mëdha. Për akrepin, rituali është i lidhur me ujin dhe transformimin. Duke qenë se fshehtësia është arma juaj, shkruani shumën e saktë që synoni të arrini brenda këtyre 30 ditëve në një letër të vogël. Digjeni atë letër dhe hirin hidheni në ujë të rrjedhshëm. Ky veprim lëshon qëllimin tuaj në univers pa e ndotur atë me dyshimet e njerëzve të tjerë. Energjia juaj duhet të jetë e pastër dhe e fokusuar si një rrezë lazer. Për ujorin, gjithçka lidhet me ajrin dhe rrjedhimin. Ju duhet të pastroni hapësirën tuaj digjitale.
Fshini emailet e vjetra të dështimeve, bllokoni njerëzit që ju japin energji negative dhe rregulloni profilin tuaj sikur të ishit tashmë pronari i një korporate të madhe. Ky pastrim krijon vakumin e nevojshëm që idetë e reja miliona dollarësh të hyjnë pa pengesa. Ditët e rrezikut. Kur fati mund të shkas nga duart. Në këtë rrugtim 30 ditor, ka 3 data kritike ku mund të bëni gabimin që kushton gjithçka. Këto janë ditët kur Mërkuri bën aspekte sfiduese me Marsin, duke krijuar nxitim të panevojshëm ose zemërim që prish marrëveshje. Dita e 9. Kjo është dita e tundimit të rem. Një ofertë që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet do të shfaqet. Për Demin, ky mund të jetë një investim me rrezik të lartë që premton fitime brenda natës. Mos e bëni. Qëndroni te plani juaj origjinal. Milionat tuaja vijnë nga asete solide, jo nga lojërat e fatit. Dita e 18. Kjo është dita e konfliktit të egos. Për Akrepin, një partner biznesi ose një rival mund t'ju provokojë. Nëse reagoni me zemërim, e humbisni fokusin. Mbani mend, heshtja juaj kushton më shumë se fjalët e tyre. Ruani gjakftohtësinë, sepse pikërisht pas këtij konflikti fshihet kontrata e madhe. Dita e 26. Dita e lodhjes vizionare. Ujorët mund të ndjehen sikur po digjen, burnout. Mund të tentoni të dorëzoheni vetëm pak metra para vijës së finishit. Mos e fikni telefonin këtë ditë. Një informacion që vjen në orët e vona të pasdites është qelësi që hap kasafortën e fundit. Psikologjia e milionerit të ri. Të bëhesh milioner brenda 30 ditësh nuk është vetëm çështje numrash. Është një goditje fort për sistemin tuaj nervor. Shumë njerëz dështojnë sepse truri i tyre nuk e pranon dot idenë e bollokut të shpejt. Ata fillojnë të sabotojnë veten. Gjatë këtij muaji, ju do të ndjeni një lloj frike nga lartësitë. Kur të shihni që gjërat po ecin shumë mirë, një zë i vogël brenda jush do të përshpërit. Kjo nuk mund të vazhdojë, diçka e keqe do të ndodhë. Ky është momenti kur duhet të jeni më të fortë se kurrë. Përsëritni me vete, unë jam i denjë për këtë pasuri. Unë jam krijuar për të menaxhuar këtë bollëk. Yjet tregojnë se rritja do të jetë eksponenciale. Nëse në ditën e 10 të keni fituar 1.000 euro, në ditën e 20 të ato mund të jenë 10.000 dhe në ditën e 30 të mund të kapërceni pragun e 6 ose 7 shifrave. Ky nuk është një proces linear, është një fluturim vertikal. Zhvillimi i strategjisë për 10 ditëshin e dytë. Tani që kemi kaluar fazën e parë të përgatitjes, po hymë në zonën e zjarrit. Këtu ndodhin transformimet reale. Për Akrepin, kjo fazë kërkon që të gërmoni në ujërat e turbullta. Mund të duhet të bëni një lëvizje që të tjerët e konsiderojnë të çmendur ose shumë të guximshme. Për Demin, është koha për të rritur çmimin tuaj. Mos pranoni më thërrime. Kërkoni vlerën e plotë të asaj që ofroni. Për Ujorin, është koha për të automatizuar. Sistemi juaj duhet të punojë për ju edhe kur jeni duke fjetur. Ky është momenti i fundit i këtij rrugtimi. Pika ku orbitat planetare konvergojnë dhe ku energjia abstrakte e yjeve kthehet në peshën e prekshme të suksesit. Ne po hymë në 10 ditëshin e tretë, periudhën që astrologët e lashtë e quanin kurorëzimi. Për Akrepin, Demin dhe Ujorin, kjo nuk është më kohë për planifikim, por për korrje brutale dhe të shpejtë. Orët e arta. Kur porta e qiellit është e hapur. Çdo shenjë ka një dritare kohore specifike gjatë ditës kur aura e tyre është në sinkron të plot me dridhjet e bollëkut. Nëse keni një telefonat të rëndësishme, një nënshkrim kontrate apo një blerje aseti, bëjeni në këtë orë. Akrepi ora 22:00:00, fuqia juaj është në kulm kur bota hesht. Kjo është koha e transaksioneve të fshehta. Intuita juaj në këtë orë është e pagabueshme. Nëse ndjeni se diçka duhet bërë në mesnat, bëjeni pa hezituar. Demi ora 08:00:00. Ju jeni shenjë dielli që lind dhe e stabilitetit. Energjia e mëngjesit është ajo që e bën pasurinë tuaj të qëndrueshme. Vendimet financiare të marra në këtë fashë orare do të kenë një gjatësi dekadash. Ujori ora 14:00:16:00. Kjo është koha e lëvizjes së shpejtë të informacionit. Për ju, pasuria vjen përmes rrjeteve dhe teknologjisë. Në këtë kohë, vëmendja juaj është më e mprehtë për të kapur trendet që të tjerët i humbasin.
Lajmtari i fatit. Kush do t'ju sjell Chelsin? Asnjë miliona nuk vinë në izolim të plot. Universi përdor njerëzit si kanale. Gjatë këtij muaji, secila nga këto 3 shenja do të takojë një lajmtar. Për Demin, lajmtari do të jetë një person i moshuar, ndoshta me një profil shumë konservator, i cili do t'ju jap një këshill që në pamje të parë duket e thjeshtë, por që mban Chelsin në një rritje galopante. Për Akrepin, lajmtari është dikush nga e kaluara, një person që e kishit harruar ose me të cilin keni pasur një rivalitet. Ky person do të jetë ura drejt një rjeti të ri investitorësh ose klientësh të nivelit të lartë. Për Ujorin, lajmtari do të jetë një i panjohur total, ndoshta në një forum online ose në një ambient rrugor, i cili do të thot një fjali që do të shërbejë si shkëndija për projektin tuaj final. Mbyllja e ciklit, 72 orët e fundit. Kur të arrini në ditën e 28-të, do të ndjeni një qetësi të çuditshme. Kjo është qetësia para stuhisë së suksesit. Në këto 3 ditë të fundit, detyra juaj e vetme është mirënjohja. Shkenca e manifestimit thot se duke u sjell sikur e keni tashmë atë që kërkoni, ju e detyroni realitetin të përputhet me vizionin tuaj. Mos shikoni më llogarin me ankth. Mos pyesni ku janë parat. Thjesht dijeni se ato janë rrugës, ashtu si drita e një ylli që ka shpërthyer miliona vite dritë larg dhe po vjen drejt syrit tuaj. 30 ditët do të mbyllen me një ndryshim rrënjësor të statusit tuaj shoqëror. Për disa do të jetë një transferte bankare që ndryshon jetën. Për të tjerë një pronësi që i vendos në hartën e njerëzve më të fuqishëm të vendit. Një gjë është e sigurt. Kushdo që i përket njërës prej këtyre 3 shenjave dhe qëndron besnik ndaj këtij rrugtimi, nuk do ta njohë më veten në pasqyrë pas një muaji. Kodi final i suksesit. Qielli foli, planetët u rreshtuan dhe rruga u ndriçua. Tani gjithçka mbetet në duart tuaja. Universi nuk shpërblen vetëm ndërimtarët. Ai shpërblen ata që kanë guximin të pretendojnë atë që u takon me të drejtë hyjnore. Ju nuk jeni thjesht vëzhgues të këtij horoskopi. Ju jeni arkitektët e këtij muaji miliona dollarësh. Kur ora të shënoj fundin e ditës së 30-të, llogarit do të jenë bërë. Yjet do të lëvizin në konstelacione të reja. Por jeta juaj do të jetë përgjithmonë e shënjuar nga ky moment kur guxuat të besoni te e pamundura. Ky ishte udhërfyesi juaj i plot. Uroj që ky tekst të shërbejë si frymëzim për kanalin tuaj dhe për projektet tuaja të ardhshme.